Ishim bashkë, po ishte kampionati botëror atëre, lute Gjermania nuk e di me Brazila, me majmena dite. Edhe i kam thënë gjithmonë i thoja që pa lejen time nuk do ikësh as me vend, kush do që të thrasi për dasëm për kështu, pa lejen time do të vi, do të marrësh leje ke mua nga ato persona, pastaj ti u tova mas sportit, kush janë këto persona? Janë pronarta që do punojmë Kosovë. Po ky ishte Indrit Shaqja dhe ky tjetri që u dunu. E morën djalin, e gënjë, ishte dhe Dona atjere, ka qenë ke poshtë e lagja rëmve, ishin ullë atje me gjithë të kriminele, me makinë, ishin arë me 3 makina atite, edhe e morin telefon dhe kjo Dona e kishte marrë djalin. Pse kjo frikë nga ana juaj që i thoshit do të më merrni mua në telefon? Jo, nga se Dona kishte inat që u martu edhe do të ti bënte një rreng ose ta fuste mrena ose me kriminele që kishte ajo. Sa aja punonte atë punë bante. Ikte me qindush, e kuptonëve? Sa shumë ka qenë e rrugëve ka qenë. Edhe ikte me qindush, edhe kisha frikë se mos jepën ai nati, mos ja bashin djali këtë rre. E një thoi rru se mos të punoj, se u martove tani edhe mos të bajnë e rrenga ajo. Mos prishi dhe familjen. Po, prishi dhe familjen, se kishte gru. Punoja, ullë kokën, thash, ma autoritet, mos u merë me atë, gjithmonë i thoja. Kurse aje se la, di se konte punë përnoj, sa përnove ande, nuk e di erdi, edhe ja përnoj djalit, që a dite e mori djalin telefon, edhe tha, e kapët i kishtë dhënë të kriminel, mi ja bani, tha, që e banë. Atë e plerë, tha. E kupton? Që e kapën e morën telefon ato, edhe djalin e kam vra, po a dite, ky Denis Gjia e ka vra qunën, që a dite, pistolet, edhe e qunë Pogradec, kjo kishte shoqen e vetë, që ishte bunote këtu ajo, edhe që ke ama në Pogradec. Pastaj na meshin telefon që kejnë në përmjet librazhit të Pogradecit. E na nëzirë të fotografi në pyll, thika, gjëra, këshu në Facebook, që do me thonë Renata është vra. E kuptove di? Kjo Dona. I dërgon të juve? Po, edhe neve, pastaj vjen këj Pogradecari, ne ikum unë i ka në polici, pastaj policia nuk i merë të përbaz fare fjalët që i thoshim ne. Petrit Përshati, Pregorijës, drejtori policisë, fare. Asë robet nuk nga tërgohën, vetëm nga tërgovi një gocë robet. Kjo tha mos të dhoni gja për mu, tha, që janë robet e Renatës. Se me ishin nga puna edhe Petrit Përshati, pastaj unë i thoi edhe Petritit mos i kërcëno dishmitarët, se dishmitarët i dishin, e njifshin. Vishin dishmitarët që e morën, ishte Dona, thoshte atje, me 3 persona, me makina, me shumë, a i kërcënon të kuj peti, kuj bani. Edhe kur i djali e pa një kushurin i jotë, i qunë jadës, e pa në të rruga ke kinema e verore, kinema e një më nëndori, që shkojnë rruga për banesa. E pati me shpeci që kalun makinat, edhe e kishe ba me dorë, Renato. E dishin që të përnon të i shkreti, do pite i kafe me ta. Kursa ato ishi kriminele.